Përshëndetje miq të letërsisë së humorit. Vijojmë sërish punën për të realizuar me eficiencë të plot konkursin e tretë mbarkombëtar të letërsisë së humorit Niko Nikolla. Kam kënaqësinë të komunikoj sot që ky aktivitet përfundimisht do të realizohet sekondër e kemi thënë në qytetin e Korçës, 7 deri në 9 nëntor 2025. Kësaj radhe kam kënaqësinë të njoftoj se nën kujdesin e të mrekullueshme Zamir Akita, ky aktivitet tani ka marrë formën e plot për të organizuar sipas formulës që Albanian Excellence ka përcaktuar për realizimin e këtij konkursi, finalizimin dhe ndarjen e çmimeve në një mbrëmje gala. Pikërisht dashamirësia e aktores së mirënjohur se një personaliteti të kulturës shqiptare, sekondër është Zamir Akita, që i ka dhënë një zë të jashtëzakonshëm qytetit të saj. Besoj me shumë dashamirësi që ky aktivitet do të ketë majat e veta, do të realizohet me një glamur të vërtet në mbrëmje gala që do të organizohet në një skenë historike, sekondër është teatri Anton Zako Çajuti. Sot kam kënaqësinë që të prezantoj edhe një autor i cili ka qenë së bashku me ne në të gjitha edicionet e këtij konkursi. Ai është zoti Sedaili Seni nga Bujanoci i Serbisë, pra një tokë shqiptare e ndaluar, do thoya unë, por që gjithmonë ka qenë së bashku me ne. Kam kënaqësinë të tregoj për Preshevën, për Medvegjën, ku Albanian Excellence ka qenë prezente, ka ndërmarrë dhe ka organizuar aktivitete, do thoya, me një frym shumë patriotike, shumë të vërtet, shumë të sinqert, me zonjat e suksesit atje. 6 vite më parë, para se të vendoste kurorën Covidin, e kemi qenë në Preshev, kemi vizituar dhe Medvegjën. Zoti Muarim Saliu ka qenë së bashku me ne. Pra, kur i tregoj këtë gjëra, kam emocione për të gjithë të rrugtim që kemi bërë, dhe falenderoj me zemër zotin Sedaili Seni, i cili do të jetë prezent me botimet e tij në këtë konkurs të letërsisë së humorit, që ka si qëllim, sekondër e kam thënë disa herë, të japi një mbështetje kësaj letërsie serioze, shumë serioze, e cila vërtet duhet të ketë një vëmendje dhe një mbështetje nga të gjithë ne. Sedaili ka vendosur të konkuroj pikërisht me këtë botim, i cili është i vitit 2023, por që përfshin harkun kohor 2023-2025, që është nga kriteret e këtij konkurimi, që do të thotë veprat e 2 viteve nga konkursi i dytë që ne kemi zhvilluar. Pra, Koka Patru është një botim i zotit Yseni, i cili përfshin vjersha humoristike dhe satirike. Unë do doja të lexoja një nga vjershat e Sedailit, cilin sigurisht edhe një herë falenderoj. Është poezia e parë e këtij botimi, titulluar Fshesat politike. Fshesat politike, sikur elektriket, i fshin nga trojet shqiponjat etnike. E më kot më pyet nëse janë ligjore, po zbrazet lugina, heshtje shoqërore. Nisur nga Presheva, gjert e molle kuqe, kanë rënë liderit po si pula kluqe. Bile, disasish e them pa kopalla, i kanë hipur fshesës si shtriga në përralla. E ndihmojnë spastrimin me pak interes, duke ngritur zërin brenda në qymez. Pare Beogradi vi në Prishtinë, sa pare kam vu, as vet ata se din. Nuk po duan me dal prej kësaj situate, veç po shtojnë pesh si kuaj batate. Madje ka mes tyre edhe lideruc, si që thonë, prej çdo dose dalin veç derkuc. Pra, kjo është nga poezi që unë kisha kënaqësinë ta lexoja, të shkruar nga zoti Sedaili Seni, i cili është një personazh ose një autor që ka qenë gjithmonë pranesh dhe dua të theksoj shton hartën e shkruesve të letërsisë humorit, pra atje ku shkruan shqip, pra
Duhet të them që edhe kjo hartë e krijuar në konkursin e parë, të organizuar në Tushemisht, krijuam atë hartën e shkruajve të humorit nga të paktën 20 vende të botës. Dhe kësaj radhe kam kënaqësinë të them që përveç se sigurisht nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, kemi autor sigurisht edhe nga Serbia, nga Bujanoci, pra që i takon Republikës Sërbe, por që sigurisht jetojnë, janë troje shqiptare, jetojnë shqiptarë. Kemi nga Gjermania, sekundra e kemi theksuar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Italia, nga Franca. Pra, qëllimi është jo vetëm të japim shtys, por edhe të krijojmë edhe këtë hartë që për mua ka një rëndësi të jashtëzakonshme, pikërisht për të kuptuar se deri ku shkojnë autorët shqiptar që shkruajnë humor dhe satirë. Ndërkohë, ka pasur mirësinë zoti Sedail Yseni të ta dërgojë dhe një letër drejtuar konkursit ndërkombëtar të letërsisë satirike humoristike Niko Nikolla. Është një letër inkurajuese, një letër motivuese, që sigurisht kam kënaqësinë ta lexoj për ju sot. Këtë letër ajo sigurisht ja ka drejtuar jurisë këtij konkursi që dua ta ripërsëris, është e përbërë nga personalitete të letrave shqipe, por jo vetëm, të cilët me shumë seriozitet tashmë kanë në duart e tyre veprat e ardhura që kundrande në këtë tavolinë, veprat e ardhura për konkurim dhe po punojnë për të krijuar atë bagazhin e veçantë që do të dalloj dhe sigurisht është një konkurim, prandaj është krijuar dhe kjo juri e përbërë nga zoti Fatmir Toçi, një nga votuesit tanë më serioz, zoti Henri Çili, sigurisht të gjithë e njihet jo vetëm si votues, por edhe si krijues dhe themelues dhe ndërtues me shumë konsekuencë i Universitetit Evropian të Tiranës. Zonja Arta Marku, një personalitet i gazetarisë shqiptare, gazetarisë kulturore shqiptare, e cila di të analizoj, të krijoj një fizionomi të qartë në Shqipëri për të gjithë votimet që dalin. Pra, nëse ka një kriter të analizimit të letërsisë shqipe, me shumë krenari do toja që është kolega ime e nderuar, zonja Arta Marku. Sigurisht kemi zotin Fation Selime, një menaxhues ekselent do toja unë në disa, që ka treguar veprimtarinë e tij në disa biznese do toja, ose në disa hotele, sigur është Crown Hotel, i cili është një nga mbështetësit kryesor të këtij konkurimi dhe që me atë elokuencën e trurit të tij do të di të vlerësoj dhe të tregoj që edhe kjo fushë di të vlerësoj letërsinë e humorit, ashtu si kundër ai di të ndërtoj bizneset e tij shumë suksesshme, historinë e tij të suksesit që ka ndërtuar në Itali, në Londër dhe që ka ardhur sërish në Shqipëri për të treguar se si ndërtohet dhe si krijohet një sukses. Pra është pjesë jo vetëm e ekselencës së biznesit, por tashmë bën pjesë në familjen e madhe të Avenin Excellence. Qershia Vitor, sekundër e thash, është Zamira Kita, një interpretuese brillante, do thoja unë, e komedisë shqiptare dhe jo vetëm, dhe komedisë së huaj, një ndërtuese e shëndetshme e humorit nëpërmjet skenës. Besoj shumë që kjo juri të tregoj të gjitha aspektet e saja konstruktive, pozitive, intelektuale në vlerësimin që do t'i bëj të gjithë pjesëmarrësve në këtë konkurs. Kalojmë tani pikërisht tek letra motivuese, sikur e ka konsideruar zoti Yseni, drejtuar jurisë së këtij konkursi. E nderuar juri, dëshiroj t'ju shpreh mirënjohjen për mundësinë që krijuesit shqiptar të letërsisë humoristike, satirike kanë për të qenë pjesë një gare të tillë të rëndësishme kulturore dhe letrare, e cila nderon figurën e paharruar të Niko Nikollës dhe traditën e revistës së famshme Osteni. Motivi im për të bërë pjesë e këtij konkursi lidhet me një rrugëtim mbi 3 dekada në shkrimin e humorit dhe satirës, shpesh në pseudonimet Spica Metalike dhe Ali Bagatella.
duke botuar vjesha e krijime që kanë gjetur jo në shtypin e kohës dhe në disa libra të veçanta të këtij zhanri. Jam e bindur se humori dhe satira nuk duhet të trajtohen si letërsi dytësore, apo më pak e rëndësishme, por si gjini që pasqyron realitetin me sy kritik dhe jep shoqërisë mundësinë për të reflektuar. Nga 5 librat e mi të botuar për këtë garë, kam përzgjedhur librin satirik Koka Patru, viti 2023, i cili përbëhet prej 5 ciklesh me 111 poezi të shoqëruara me karikatura të Selajdin Hajdinit, ose siç e njohim të gjithë në Sela. E përshëndesim Selën, edhe ai një bashkëpunëtor shumë i rëndësishëm i Bienales Ndërkombëtare të Karikaturës Niko Nikova. Libri i redaktuar nga Jani Duri me recensione të Dr. Hysen Kobellari dhe Rezarta Seseri, u botua nga shtëpia botuese Rozata dhe u prit mirë nga lexuesit dhe kritika.